Të udhëtosh në Iballë këtë fund tetori është një përjetim i rrallë i bukurive natyrore që ka kjo zonë e thellë malore e Pukës. Pyje dhe pejsazhe shumë ngjyrshme me penalata merrëslënse që aq mjeshtrisht diti pikturoj vjeshta. Sa po del në lartësinë dominuese të qafës së Sharit, para syve të shfaqet Iballa, një fushë pllajt tërheqëse që rrin prej shekujsh në prehrin e Alpeve. Një zonë me tradita të hershme historike e kulturore, po krijon mundësi të reja në zhvillimin e turizmit malor, ku vitet e fundit ka nisur të ngrihen bujtinat e para, të cilat afrojnë për vizitorët e turistët një kulinari bio dhe kushte normale pushimi. Për të njohur më nga afër me trashëgimin e pasur kulturore të këtij vendi, një grup studiuesish të historisë, etnografisë, gazetar, punonjës kulture e biznesmen udhthuan drejt Iballës. Ata konstatojnë se me pak investime Iballa do bëhet një zonë e zhvilluar e turizmit malor. Iballa don dhe kërkon investime, jo të madhështore, po investime të vogla që ajo edhe më tutje të eci në drejtim të turizmit. Është një pasuri Iballa që meriton, është një vend që meriton të eksplorohet, që të shihet nga turistët, sepse është vërtet i bukur. Trashëgimia kulturore do të bëhet një promotor i zhvillimit të turizmit në këtë zonë, jo vetëm turizmit kulturor, por turizmit në përgjithësi. Pra do të jetë, po themi, një katalizator që do ta nxjisë zhvillimin e vërtetshëm të turizmit. Identifikimi e promovimi i vlerave të trashëgimisë kulturore, ngritja bujtinave të reja me gatime tradicionale të zonës, mendohet të japë një zhvillim të shpejtë turizmit në këtë zonë, pasi dhe rruga në këtë destinacion është tërësisht e asfaltuar.